tipike. Ure, kush ajo Adela njerë? Kush Adela? Po kush kjo Adela njerë? Kush kjo Adela, moj se plasja e mamaja ime? Ore, kush Adela, kush Adela? Prit, se do t'a thrasun tani. Ja, për një sekund. Adela. Adela. Erdi Adela. Ajde Adela, se t'kemi lënë. Adela. Prit, dil tu. Eshera. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Moj, që ke bërë asaj mamas time ti? Po që janë këto ndryshime kështu? Kemi pas keni vendosë mua. Gjvendosje që. Quhet gjvendosje, po si u kam si jeni? E bëm trekënqin. Trekënqin, ë? Jemi... Shenja masone, se që po bëjmë sa shenja këshu Adela? Jeni bërë shumë, jeni bërë shumë. Po bra njerë unë këshu në televizor, e më tha njëri, po ti e mason? Ti Erioni ka pak fytyrë masone, apo jo? Po a i me atë fytyrë mason do A i ka pak fytyrë masoni, kurse ti ke qëndrim masoni. Shtu që ju bashk... Po sa shumë në mungove ti? Ju mungova? Vërtet. Faleminderit shumë. Do ta diskutojmë pastaj atë. Një vit erdhi, një vit tjetër pa ty, kështu se si na u duk, nuk e di. Do ta diskutojmë më mbrapa, Edhe mua mori shumë. Tani qa lajme na ke sjell më Po që bëhesh janë nga perëndimi? Bore madhe, të zuri qameti, Bore madhe, qameti madhe, dhe shngriva. Do ta diskutojmë pastaj punën e ngrirjes. Tani diskutojmë këtë. Tani të shkrirjes. Do flasim për... Për burat në stadium? E lezetshme, se në fakt sa thua kështu shife, të shkon mundja të gjitha ata barkë, s'po e thema të fjallën se të jo, se na gjobisin këta aman të keqa. Një barkë dera më thuja. Jo. Ua, qa ka më? Se jemi të rubrike humorit, por ka ca që se kuptojnë që është humor. Okej, nuk e kuptojnë. Por ideja është... Një të ngjallurit, po. Të shkon mundja direkt dhe të burrat dhe të gratë, nëse unë do qëndroj të sektori i grave dhe grave shtatzën, dhe në qoftë se gjithmonë gratë e shkreta kam pasur këtë tiktakun që duhet të bësh fëmijë sa më shpejt, pas kanë qenë të gjitha legjenda urbane, sepse ato që lindin fëmijë pas moshës 40 vjeçare, rojnë deri në 100 vjeç më duket. Tendencë të rojnë deri në 100 vjeç. Unë e besoj. E beson unë? Po, votoj. Sa vjeç ke qenë ti kur ke lind, kur ke bërë fëmijën? Unë kam qenë 33. 33, okej. 33. Po pse e beson ti këtë? Po e besoj se po më thoshte vajza sot në mëgjes, mami kam lexuar një lajm, tha, kështu që aq shumë që nga përhapur ky lajmi. Ishte një nga më të kërkuarit, më të klikuarit dhe ndaj dhe unë e zgjodha për diskutim, sepse bie në kontradikt me çka ka qarkulluar deri ditën e sotme. Tash deri në 100 vjeç të rrosh, do rrosh me vojtka. Ne themi kështu. Do jesh veti... Po ka që nga ballkim, nuk që nga... Do jesh veti i tretë bashkë me bastunin. Se gjyshri tanë thoshin kështu. Se imagjinoj një nën tani në këtë moshë të bëj një fëmijë, fëmija mbas 20 vjetësh, nëna do jetë 60 vjet, dhe praktikisht gjyshe. Okej, por tani Ornela i ke parti si janë këto vipset 70 vjeçare, nuk ju lëviz qerpiku.